Në kuadër të KFOR-it, ushtarët amerikanë kanë kryer trajnime për neutralizimin e dronëve. Sipas KFOR-it, këto ushtrime rrisin në efektivitetin e misionit ndaj sfidave të reja të sigurisë. Ushtarët amerikanë nga Komanda Rajonale Lindore, nga misioni KFOR-it i udhëhequr nga NATO-ja, së fundmi kanë kryer trajnime të specializuara për përmirësimin e aftësinë e tyre për të zbuluar, ndjekur dhe neutralizuar dronët, një aftësi gjithnjë e më esenciale në mjedisin e sotëm të sigurisë, thuhet në komunikatën e KFOR-it. Sistemimi prish frekuencën e kontrollit të dronit duke detyruar atë të kthehet te operatori i tij dhe gjithashtu mund të ndërhyjë në sinjalet GPS dhe GNSS duke bërë që droni të qëndrojë pezull, të ulet ose të rrëzohet. Këto ushtrime forcojnë aftësinë teknike duke theksuar koordinimin, punën ekipore dhe përshtatshmërinë në përgjigje të kërcënimeve ajrore në zhvillim. KFOR-i zotëron këto aftësi dhe i ka përdorur tashmë ato në skenar operacional, duke rritur efektivitetin e misionit në adresimin e sfidave të reja të sigurisë. Presidentja Vjosa Osmani ka udhëtuar për në Selinë e Shenjtë, ku do të zhvillojë takim me Papa Leonin e 14. Osmani do të pritet nga Papa në Pallatin Apostolik, ka njoftuar zyra e presidentes. Pas kësaj vizite, Osmani do të takohet edhe me sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin. Gjatë vizitës në Vatikan, presidenti Osmani do të vizitojë edhe bazilikën e Shën Pietrit, thuhet në njoftim. Po ashtu thuhet se ajo do të organizojë një pritje të fundvitit në Selinë e misionit të posaçëm të Republikës së Kosovës, në Selinë e Shenjtë, ku do të marrin pjesë përfaqësues të Selisë së Shenjtë, përfaqësues diplomatik dhe personalitete të tjerë. Dy qytetarë të Kosovës, shtetasit me iniciale JP 41 vjeç dhe DM 64 vjeç, kanë mbetur të lënduar pasi një aeroplan i vogël sportiv është rrëzuar të premten në ujërat e liçenit të Mavrovës. Të lënduarit u dërguan në urgjencë në spitalin e Gostivarit, ka konfirmuar shërbimi rajonal i emergjencës në Tetov. Ata janë në gjendje të mirë shëndetësore. Sipas informacioneve të para, aeroplani ka pësuar defekt teknik në motor, çka ka detyruar pilotin të bëjë ulje të detyruar në liçen. Rreth orës 12:35 të datës 12/12/2025, stacioni policor në Tetov, stacioni policor i Gostivarit, ka raportuar se një aeroplan i vogël sportiv është rrëzuar në liçenin e Mavrovës, afër digës së kanalit Belic. Sipas raportit, dy shtetas të Kosovës, JP 41 vjeç dhe DM 64 vjeç, i cili ishte piloti i aeroplanit, kanë arritur të dalin nga mjeti dhe të ngjiten në breg. Ata kanë pësuar lëndime dhe janë transportuar për trajtim në qendrën klinike të Gostivarit, ka njoftuar policia e Tetovës. Policia e Mavrovës ka dalë me njëherë në vendngjarje. Në deklaratë dhanë oficerët se piloti ka thënë se ishte i detyruar të ulej në liçen për shkak të problemeve me motin, po